Prej muajit tetor, qytetarët mund të paguajnë faturat e energjisë elektrike edhe me kartë bankare në pikat e shërbimit të OSHE Group. Projekti pilot është implementuar fillimisht në Tiranë, ku sportelet janë pajisur me aparate POS që pranojnë kartat e çdo banke, pas një kosto shtesë për abonentët. Sipas OSHE, ky shërbim vjen si pjesë e procesit të digitalizimit dhe synon ta bëjë pagesën më të shpejtë, më të sigurt dhe më të lehtë për qytetarët. Përmes pagesave me kartë, qytetarët përfitojnë shërbim të shpejtë dhe komod, pasi transaksionet kryhen menjëherë. Këto pagesa ofrojnë siguri më të lartë, duke shmangur mbajtjen e shumave të mëdha në dorë, bëri me dije OSHE. Gjithsesi, përveç pagesave me kartë, klientët mund të paguajnë faturat e energjisë elektrike edhe fizikisht në sportele, përmes platformës e-Albania apo kanalet alternative si Posta Shqiptare, pikat e transferimit të parave, si dhe bankat e nivelit të dytë. Gjithashtu, faturat e energjisë elektrike mund të paguhen edhe përmes platformave digjitale, aplikacionit të OSHE dhe faqes zyrtare të OSHE.al. Ndërkaq OSHE Group planifikon që pas Tiranës, projekti pagesave me kartë të zgjerohet edhe në qytete të tjera të vendit. Synimi është modernizimi i vazhdueshëm i shërbimeve, lehtësimi i procedurave për qytetarët dhe përshtatja me trendet e reja të digitalizimit.